del që lëvizja vetëvendosje ka konsolidu votuesin e vetë dhe ka rritje në raport me zgjedhjet e kaluara, që këtu po pajtojmë vjen kryesisht për shkak të rezultatit të datës së zgjedhjeve dhe diasporës e cila në përqindje është llogarit që dikon 60-70% e votuesve të diasporës votojnë për lëvizjen vetëvendosje dhe kjo është ai faktori i cili e bën diferencën dhe nuk ka qenë e rastishme ai gjithë investimi që është bërë në blokadën e vitit kaluar, e këtij viti, në fakt, për të shtyr deri në datën 28 dhjetor dhe kjo po del që ka qenë një manovër e suksesshme për lëvizjen vetëvendosje dhe presidentin Osmani që ja mundsoi të thotë një gjë të tillë që ta përshtasin datën në një kohë kur mund ta kapitalizojnë në votime më të mëdha. Dhe në gjitha sondazhet të cilat janë bërë pa diasporën, lëvizja vetëvendosje ka qenë rreth 35% të përkrahjes brenda vendit. Por kjo rritje që po i bëhet prej rreth 10% është diferenca e shkaktuar prej diasporës dhe kjo është faktori i cili e mban në lojë dhe kjo mund të kthehet do thotë deri në 52 mandate me lëvizjen vetëvendosje. Nëse sondazhi exit polli më i lartë ose më i mirë për lëvizjen vetëvendosje e çat që i bie që munden të vetëm